nga rastet më të arta që mund të ketë regjistruar në një historia e njerëzimit. Është shumë i dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam tha më kanë ardhur miq sonte, po unë nuk kam me çfarë të pres, po si më thon po çan hallin me shokët e tij. Asnjëri si ngriti dorën, asnjëri s'ta gjë, do të thon ishin të pamundur për të pritur mysafirin. Njëri tha unë, me që ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në siklet, në vështirësi tha unë o pejgamberi i Zotit. Mirë po u ngut pak, e tha para kohe. Okej. Dhe kur shkon në shtëpi, thot gruas kam marr mysafirin e pejgamberit alayhis salam, se ky e dinte që nuk kishte punë fort mirë në shtëpi. Mirë tha gruaja, po s'kemi gjë, tha vetëm ushqim, tha ushqimin e djalit kemi. Ushqimin e djalit. Mirë tha ky djalin vërë në gjumë, dhe kur të bëhet gati që do të shtrohet, tha shtroj të gjitha, okay. Kur dhi puna si më thonë e pjatave, apo e tasave, tha me padashje fike kandilin edhe vendose vetëm mikut përpara. Funksionoi bukur fort mirë skema, kur erdhi momenti miku hëngri, djali ishte në gjumë, këta fletën pa ushqim, se s'kishte për 3, kur çuan mëngjes pejgamberi sa më tha ka qeshur Zoti me atë që bëhet ju mbrëm. Pra ishte një akt shumë i veçantë dhe shumë i rrallë, domethënë.